Përshëndetje Tringa. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në shtëpinë time, si zonja e dytë e shtëpisë. Faleminderit shumë që e ke ndarë kohën marrë 25 pyetjet e previs. Patjetër, kënaqësia është e imja. Si nis një ditë në mëngjes për Tringën? Ditët mundohem t'i kem sa më shumë kaotike kështu, e sidomos në pjesët kur zgjohem në mëngjes, mundohem me e rregullu rutinën time dhe çka kam me bo gjatë ditës, po mundohem edhe kështu ja dal që asnjë ditë mos më pas të njëjtë, edhe pse angazhimet pothuajse janë të njëjta me pjesën e punës dhe universitetit, po kryesorja është me angazhu veten maksimum. A ka ndonjë zakon që Tringa e ndryshon çdo mëngjes? Jo, në mëngjes zakonet janë kështu të njëjta, po mundohem që nuk e realizoj dhe bashkë mirë, në mëngjes të lexoj 5 deri në 10 faqe të ndonjë libri të romanit, kështu. Sa je ndryshe Tringa nga ajo që e shohim në rrjetet sociale në TikTok? Sa është ndryshe Tringa në jetën e përditshme? Përveç pjesës ku mundohem të fshej gjërat private dhe të bëhem sa më private, kështu ma kanë thënë që duke me thjesht, e kështu dua të reflektoj, kështu që besoj që nuk është ndonjë farë dallimi i madh, mundohem të jam me gjithë njerëzit që më përcjellin sa më reale dhe sa më Tringa që e njohin në rrjetet sociale, po edhe njerëzit që më njohin në përditshmëri kështu. Thjeshtësinë e reflekton edhe në rrjetet sociale, edhe po ta konfirmoj se në shpiko ke e njëjta. Faleminderit. Si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë? E thjesht, elegante, edhe nuk e di pjesën tjetër, ndoshta një karakter të fortë. Që më pëlqej. Mirë. Se jam të e përcjell kafen e mos po derdha se zakonisht me kafe nuk jam shumë e mirë. Më dalin të mira, po gjithmonë bëjmë ndonjë gafë kështu në përgatitje. Kafën e mëngjesit aja që ti miri, sa miri ata që ty? Nuk e shikojmë këtë pjesën ku shkojt, po kryesorja e pim së bashku. Qysh është më konë reja mirijes? Një përgjithësi në vete, sepse duhet të kesh shumë kujdes për shkak se kjo familje është familje e njohur edhe normalisht ka përgjithësitë e veta, po nëse flasim në aspektet e përditshmërisë, është e mirë, e thjesht, pozitive, me një harmoni të mrekullueshme. Kafën e mëngjesit kur e pini bashkë, a ma shumë vjen miria tek ti nalt apo ti zbret poshtë tek miria? Zakonisht zbres poshtë, se më pëlqen ajo rutina që e kemi pas qysh në fillim këtu poshtë, para se të rregullonim sallonin qysh e kemi rregullu tash gjatë renovimit, kështu që në shumicën e rasteve zbres poshton edhe e pim kafen. Cila është këshilla më e vlefshme që ta ka jep miria? Këshilla më e vlefshme, edhe pse marr shumë këshilla, sidomos kur pim kafe kështu së bashku në këtë sallonin e bukur, është që të bësh mirë sa më shumë që të mundesh, sepse kjo mirësia është sikur një grur ose fara që i hedh kudo që shkon, edhe në fund dikor me mirësi përsëri. Cili është ushqimi i preferuar që përgatit Miria? Besoj Miria i ka krejt ushqime të shijshme, po cili është ai më i preferuar që ti ja kërkon gjithë? Lasagna. Është Miki e bën mrekullueshëm lasagna, kështu që ushqimi im i preferuar i Mikit është lasagna, edhe pse siç e tha, gjitha ushqimet që Miki i bën, mua më pëlqejnë. Tring, në rrjetet sociale është komentuar shumë mënyra që ti flet. A flet edhe në jetën e përditshme, në gjuhën standarde që flet nëpër intervista? Mundohem të flas, jo domosdoshmërisht, nuk është edhe konkretisht që e flas gjuhën standarde, sepse herë e flas një gegërishte pak më të themi më letrare, por më pëlqen kështu, e sidomos në televizion mendoj që duhet edhe të themi të drejtën më lidhet me profesionin, sepse jam juriste edhe e kemi me ligj të flasim gjuhën standarde, po thyeva rregullin non si një avokate e arshme, më pas pjesa e profesionit nuk do më besohej edhe aq sa duhet. Pse kjo dëshirë juvja që mos me bani dasëm, kur Miria dhe Naimi ju knojnë as shumë çifteve? Pse ju vendos që me lanë vetëm e fijës, mos me realizu dasmën? Kemi vendosur kështu bashkë me platorin, normalisht, për shkak se ne vetëm bëm një fejes, siç po e thua edhe ti, e që fejesa ishte goxha kështu e madhe,
Edhe besoj që kaq mjafton, sepse po të bëj dasëm, do të bëhet diçka e përsëritur edhe i vetmi dallim do të jetë unë me një velo të bardhë që besoj që me ca fotografi mund ta realizojmë kështu si një moment të bukur të kurorëzimit. Këtë vetëm mua dhe platorit e më pas kur është koha për ta ndarë me këtë lajme të tjerët patjetër që me plot kënaqësi edhe e ndajmë. Besoj tash mas promovimit të librit Karriera, zhvillimi i karrierës, është një herë në planet të tua me të afërta, apo? Kjo pjesa e librit është pasioni im që është një ëndër që është realizuar, edhe është një gjë shumë e bukur të them të drejtën, sepse kur ëndrat realizohen aq më pak ato fëmijërore, të bëjnë të ndihesh të lumtur nga brendësia jote, po unë synoj dhe vazhdoj që qëllimin kryesor ta kem në drejtimin si një juriste e ardhshme, një avokate e ardhshme, e kjo pjesa është e zhvillimit të karrierës që është fokusi numër 1 tek unë. Po normalisht edhe pjesa e shkrimit, e pikturës mbeten gjithmonë pasion, ajo pjesa e artit tek unë. Pas librit, a kemi më pa diçka tjetër ka ty? Po besoj që po, normalisht, unë jam person që nuk ndalem së vepruari për të punuar për veten time, kështu që besoj që normal do të kemi, po kur do që të vije koha, do e ndaj bashkërisht me ju. Tringa, si filloi ideja e librit Një copë shpirti? Po filloj kështu nga pasioni i përditshmërisë duke shkruar në ditar, duke mbajtur ditarin personal. Më pas pjesën e poezisë e kam filluar vonë, të themi vonë kështu se në klasën e 9, dhe fillova me këto poezit, po fillimisht kam shkruar ese, shkrime të thjeshta, po më pëlqeu ajo pjesa e poezisë për t'i thënë gjërat shkurt e qartë e mirë, kjo ardhë ndoshta jo sepse përdore edhe metafora me raste, po filloj nga klasa e 9 si përgjigje kështu e rrumbullaksuar. A ka ndonjë pjesë të librit që ende ty të prek ose të emocionon kur e lexon? Po, është poezia e fundit, që në realitet nuk është poezi që e kam shkruar unë, është poezi që e ka shkruar nëna ime, që është bijës ime, në periudhën kur unë fejova dhe kjo mungesa në shtëpinë në Mitrovicë u ndjeje nga familjarët e mi, edhe ajo më emocionon shumë. Më pas janë edhe 3 poezi që i kam dedikim për anëtarët e familjes të cilët nuk jetojnë më, duke përfshirë këtu edhe një shoqe, edhe janë këto 3 poezi që i kam shkruar me mallëngjim për ta. Po në përgjithësi poezitë e tjera nuk janë shumë personale, pra kam darë historitë e tjerëve dhe frymëzimet nga të tjerët. Pse libri Një copë shpirti? Sepse me të vërtetë kam bërë një copë shpirti. Po, cili është mesazhi që ke dashur me përcjell tek lexuesit? Mesazhi që kam dashur të përcjell tek lexuesit është që pa marrë parasysh se çfarë ju ndodh në jetë, ta gjeni atë lumturinë dhe atë sopëzën e lumturisë në çdo situatë të mundshme. Unë kam filluar me një diçka që nuk është shumë e mirë, pra ndarja nga jeta e 3 personave shumë të dashur për mua, duke përfunduar një poezi që është nga nëna ime e që jep lumturinë dhe dashurinë se si është lumturuar ajo me faktin që unë kam gjetur dashurinë e jetës. Pra, po edhe në poezitë e tjera, në përmbajtje, kanë elementin këç që njeriu të gjej lumturinë dhe ato copsat e lumturisë pa marrë parasysh se çfarë i ndodh. Pra të je frymëzuar prej dashurisë për platorin. Në këto poezit konkrete që i kam publikuar, jo, nuk ka poezi për platorin, unë shkruaj vazhdimisht për platorin, normalisht që platori është frymëzim për mua dhe është mbështetja, po nëse themi për pjesën e librit, akoma jo. Nëse jeta jote do të kishte një titull, si do ta quaje? Ndoshta lumturi ose harmoni, por kur e kam menduar është një titull i gjatë që e kam në mendje e që është kurdo që jam unë, jam falë në nëstime. Cili është thashëthemi më i çuditshëm që ke dëgjuar për veten? Që po martohem në 27 dhjetor të vitit 2024, kështu ka qenë një titull interesant. Nuk e di nga erdhi ajo datë, kush e jepi idenë, po ishte shumë interesante dhe pak qesharake. Domethënë total befasi kur e ke pa. Po, sepse unë nuk kisha ndonjë plan për martesë dhe shoh këtë titull dhe them ndërkohë i them platorit a ke caktuar ti diçka si surprizë për mua, e kanë zbuluar tjerë, thotë jo dhe ne jemi kështu në rregull. Surprizë edhe nuk e di që po martona. Po pikërisht. Çfarë mesazhi do jap Tringës së para 10 viteve? Të vazhdoj të bëj atë që ndërron edhe të besoj gjithmonë në veta.
edhe të mos ketë pengesa nga të tjerat, sepse kur janë pengesat kështu në vazhdimsi nga njerëzit, duhet t'i marrim ato lloj gurët që na hedhin të themi qofshin me fjalë ose mënyrën e tyre, e të mos ndërtojmë mur për t'na penguar në rrugtimin ton, për të ndërtojmë një urë që te i kalon dhe i arrim këto qëllime. Një këshill shumë e mirë për gjitha vajzat e reja. Cila është gjëja e parë që të pëlqeu tek flaturi? Zëri, është më ka tërhequr kështu kur kemi biseduar dhe kemi pas një bisedë, madje edhe nuk kam hezituar, i kam thënë që e keni zot shumë të mrekullueshëm. Kur shëmban kuletën e shtëpisë, ti apo flaturi? Nuk kemi kështu rregull për kuletë të shtëpisë, jam rritur në një frymë që familja duhet ketë kuletën e vet, kështu funksionojmë edhe me mikin edhe me babin, jo vetëm me flatorin, edhe funksionojmë shumë mirë. Domethënë do të jeni zot të shtëpisë. Jemi zot të shtëpisë, unë e thash edhe në fillim zonja e dytë, sepse zonjën e parë kemi miken, por gjithmonë duke bashkë biseduar me njëri tjetrin për ndonjë qëllim ose diçka, e më pas kur kam qëllime të tjera ose të shpenzimeve të tjera, kërkesën gjithmonë e bëj tek flatori. Po tek punët e shtëpisë, sa është ndihmues flatori? Jo shumë, të them të drejtën, këtu është sikur ndoshta të themi të gjithë mashkujt e tjerë që nuk para pëlqejnë të bëjnë këto punët e shtëpisë, po nëse kërkoj diçka specifike e bën. Po ti shkoj mendja ta bëj para se ti them, jo. A ka ndonjëherë nga ato rastet që të thotë flatori ose po stat fatë, se mua nuk po m'pëlqen? Jo, marr mendime për fotografi, po gjithmonë më thotë shumë bukur. Edhe nëse nuk i pëlqen diçka, mundohet mos ma thotë edhe të më thotë vendos ti si të duket, por në shumicën e raste e marr një pëlqim shumë të madh kështu për fotografi. Për Miriën falem, edhe tregove lidhjen e ngushtë që e ki me ta. Po për Naimin, a kishe dashur mi thonë diçka publikisht që nuk ja ke thonë kurrë atij? Jo që nuk ja kam thonë kur, se kam lirinë e mjaftueshme, po besoj që t'i them çdo lloj mendimi që kam, por ndoshta këtë pjesën e falënderimeve që po e përsëris e vazhdoj ta përsëris për përkrahjen e jashtëzakonshme, që ky libër është edhe dita e promovimit, është bërë një punë e mrekullueshme, fal Naimit. Çka e dallon Naimin si njeri brenda shtëpisë jashtë atij që ne e shohim në ekran? Sipas perceptimit tënd. Është shumë kritik, edhe nuk të jep shumë komplimente në punën që e bën, të thot një bravo të lehtë kështu, po mundohet bëj kritika më shumë për të realizuar një gjë sa më të madhe, e që ndoshta kjo nuk vrehet, sepse zakonisht njerëzit e kanë përshtypjen që miki është ajo më e rrapta e babi jo, por në realitet në shtëpi është e kundërta. Kremin e fytyrës të Miris, a e blen apo e merr me zbritje? Nuk e blej e nuk e marr me zbritje, po ja përdori her pas here dhe kam të veçantë, madje ja kam kërkuar një kuti të vogël, sepse mua më pëlqejnë gjërat e vogla, edhe e ka bo enkas për mua në atë kutinë e vogël, kështu që kur më harxhohet her pas here shkoj në banjën e saj aty poshtë edhe e mbush prap me kremën e saj, po gjithmonë e përdor, edhe ju sugjeroj ta përdorni sepse është e mrekullueshme. Besoj se të pa ty dhe po vrejet që është e mrekullueshme, ndërsa ku më shku me ble. Cila është gjëja më e mirë që ti e ke mësuar prej gabimeve tua? Gjëja më e mirë që e kam mësuar nga gabimet e mia, nuk është se e kam menduar ndonjëherë të them të drejtën, mendoj që ti pranoj gabimet. Madje edhe këshilloj njerëzit të pranojnë gabimet e tyre, sepse normalisht në këtë jetë njeriu nuk është perfekt, perfeksioni nuk ekziston dhe gabimet na bëjnë atë mozaikun e bukur tonin që jemi si njerëz, edhe pse jo t'i pranojmë gabimet tona që i bëjnë. Gabimet janë ato që na mësojnë për të ardhmen. Po. Ku e shet Tringa veten pas 5 vitesh? Tringa veten pas 5 viteve e shet si një avokate të mrekullueshme që bën punën e saj për të sjellë drejtësinë në Kosovë, por dhe jo vetëm. Mirë, Tringa të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që të patëm 25 pyetjet e privis. Kënaqësia është e imja, ju mirëprat gjithmonë. Faleminderit shumë.